Hapi I parë që kërkohet është nga komuna, më themelu komisioni për vlerësimin e domeve. Sa më informova unë prej teje, kjo veç ka ndodhur sot. Sigurisht ne kërkojmë që kjo të bëhet afatin më të shkurt. Jam procedura birokratike, po shpresoj që mund të I kaloni sa më shpejt që mund. Ai raport kur kompletohet, I njëjti do të më dërgu agjencisë për menaxhim të emergjencave dhe agjencia për menaxhimin e urgjencave. Bazë të ligjit për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore e adreson ato tek qeverisja qendrore. Çështë shkon. Tash është hapa do të më plotësu, sepse do të më bëj vlerësimi I gjitha kulturave, gjitha domeve, edhe ato më përpilu në raport. Nuk besoj që nuk ka pas kompenzim, në fakt nuk është ashtu. Ka ndodhur në vitin 2023-2024, kjo ka ndodhur në rajonin e Skënderajit, në rajonin e Mitrovicës, në rajonin duke jemi sigurt për Istokun, po e mbaj mend, sepse unë qenë kryetari I Komisionit për Buxhet dhe unë e pata miratu pikërisht atë ligj. Kështu që domon e para. E dyta, kjo është procedura ligjore që parashit sa I përket kompenzimit të dëmeve. Ne do të punojmë paralelisht në dy drejtime. E para është aspekti procedural që jeni kryetari dhe e dyta me gjithë drejtorat që janë këtu. Gjithë njerëzit më të rëndësishëm të Ministrisë së Bujqësisë të jam bashkë me mua dhe nga java tjetër I propozoj masa se çfarë forme mundu me ndihmu të gjithë këta fermerë mu rikthy.